5 minuta make-up me produktet e mia të preferuara dhe arsyet pse. Hidratanti i CeraVe, arsyeja qëndron deri në darkë. Korrektori nga Shiklam ka një mbulim mesatar dhe është i lirë. Vazhdoj me Brow Gel nga Rival, është një gel vetullash i cili qëndron gjatë, edhe për një fillestar dhe një amatore si puna ime, mendoj se bën punë, ma kanë sugjeruar dhe ua sugjeroj. Kur vjen puna te bllashët pastaj, secila nga negocet ka të preferencën e saj, ashtu si unë të timen, kam zgjedhur një bllash të thjesht në një dyqan këtu. Ka nuancat normale pink edhe një peach. Deri para një viti unë përdorja shumë bronzerin dhe jo blushin, pastaj TikTok më influencoi që të përdorja blushin më shumë, edhe thuaj se kam hequr bronzerin edhe konturin fare nga përdorimi, duke qenë se nuk është se bëj shumë shpesh make-up, edhe pranvera po vjen tani dhe nuk më pëlqen shumë që të vendos shumë produkte, kështu që e kontrolloj fytyrën time me blush. Një tjetër produkt ekonomik por shumë i mirë është ky rimeli nga Essence Princess, ju sugjeroj. Dhe tani kemi një çikës publicitet për të vazhduar pasaj me lapsin nga Anajsi, nuk ja mbaj mend emrin tani që ta them, nëse e doni më thoni, ju shkruaj në komente. Dhe produkti i fundit nuk është i preferuari im, është fixing spray nga Shiklemi, mendoj se ka akoma më të mirë se sa ky, por deri në përfundim të tij dihet normalisht. Dhe përfundimi ky është, ja se si mund të dukeni fresh, sweet në vetëm 5 minuta.